Patjetër. Kjo është domethënë gjendja e ankthit për dallim prej stresit. Pra nëse un kam stres si po flas tani në pyetjet tua, kjo është një filloj çështje situacionale. Kurse ankthi ka të bëjë pra është një çështje e nënvetëdijshme që buron prej faktorëve tjerë edhe për përvojave tjera ku ne kemi qenë të rrezikuar në një çështje të caktuar. Tani këto përvoja janë regjistruar. Ne nuk i kemi përpunu, nuk kemi arrit me bë diferencimin emocional që kaloj kjo, nuk ka të bëj kur gjë me mua dhe nuk po vjen kjo pas meje në kohën e tashit, dhe nëse se kemi bë këtë falloj procesi psikologjik emocional, ajo mbetet si gjendje e vagët dhe ne jemi gjithmonë si në lloj sikleti, si në lloj pritje të një skenari problematik, të cilit skenar për momentin nuk mund të japim një emër, dhe vetëm nëse diskutojmë dikush na thell me neve se nëse ndalim ne me veten, shohim që unë pas në frikë për shëndetin tem. Unë pas në frikë për mos po mes pa parën të armën. Unë pas në frikë mos po mbraktisin tjertë. Unë pas në frikë mos ka mu turpnu dikon. Pra se këto ankthet janë të ndryshme. Kemi ankth mbi shëndetin, kemi ankth mbi çmendjen, kemi ankth social, kemi ankth të punës dhe në farforme performancës, në farforme pra kemi problematika të ndryshme që varen prej disa përvojave ose prej qasjeve që të tjerët na i kanë dhënë neve si të ri ose si fëmijë në farforme. Po, Petrit,